e kryeministrisë dhe të godinës të kuvendit të Shqipërisë që ndodhen përballë njëra tjetrës në bulevard, ku kanë kryer vëzhgime dhe regjistrime. Unë do t'i kërkoja regjisë, nëse mundet, një material të fundit që kam nisur, i takon pamjeve të filmuara nga tarraca e kuvendit të Shqipërisë. Kjo mbetet ja sapo ta kemi gati. Po. Dhe për ta përcaktuar, por bashkëngjitur disa pamje të mëparshme që kemi siguruar nga përfshirja nga flakët e një protestuesi u duk si aksidentale në përpjekje për të larguar një molotov të hequr, paktën me sy të lirë, pa marrë përsipër të bëjë rolin e ekspertit, duket që është hedhur diçka, po? Është hedhur dhe vjen nga ana e godinës së kryeministrisë, paktën në dukje, por kjo duhet të sqaruar, duhet të verifikuar. Pra, fillimisht është hedhur nga protestuesit në drejtim të kryeministrisë dhe paktën nga ajo çfarë shihet dhe kuptohet nga sa shohim nga video 14 sekondëshe, duket sikur dikush nga shërbimet në oborrin e kryeministrisë e kthen pas që natyrisht është ndaluar me protokoll sigurie. Është ndaluar me protokoll sigurie. Ja ne po e shohim pamjet edhe një herë. Pra duket që shishja që ti thua hidhet nga protestuesit në drejtim të kryeministrisë dhe pastaj kuptohet që ajo, ne do të kemi mundësinë që ta përpunojmë në studiot tonë montazhi, pra ta ngadalsojmë dhe të kuptohet më qartë, po bëjmë një koment të shpejtë si kundër ti thua, kështu që marrim përsipër dhe çdo lloj gabimi që mund të ketë në këtë raportim, nga ajo çfarë ne shohim, është që shishja që ti thua kthehet mbrapsht dhe me protokoll thua ti është e ndaluar. Duke u kthyer mbrapsht në momentin duket një protestues që afrohet me çfarë duket për ta larguar nga rrezja aty dhe mbetet i lënduar, përfshihet nga flakët ai si kundërshihet dhe më pas ndihmohet nga të tjerë protestuesë, sepse edhe në momentin që lëndohet një protestues, Fation, ne kujtojmë që sipas protokolleve, të gjitha protokolleve në fakt, do duhet këtë ndërhyrje nga forcat e emergjencës aty, apo jo? Prandaj dhe në për protestat të ndryshme ka autoambulanca, ka shërbimet e emergjencës që i vinë në ndihmë protestuesve, nuk janë ata armiq. Edhe sot kanë qenë të angazhuara forcat zjarrfikses që kanë qëndruar në perimetrin në qofshin... Po, por them në këtë moment, Fation, pse po e them këtë? Pse po e them këtë? Ndjesë se nuk dua të ndërpres. Në momentin që përfshihet nga flakët ky protestues, ja e shohim dhe njëri tjetër, të vetmet që vrapojnë drejt tij janë vetëm protestues të tjerë. Asnjë efektiv policie nuk shihet të lëviz nga vendi, ndërkohë që janë forca emergjence të duhet të ndërhyjnë, kujtojmë. Në këtë kuadër e kisha. Po, patjetër, edhe sidomos duhet ishin, siç ndodh për të ruajtur godinën e kryeministrisë, janë pamjet të tjera që kemi transmetuar edhe live ku duken me pajisjet përkatëse, mjetët e fikjes zjarrit dhe neutralizimit të elementeve që janë mbrapa e përdorin, pastaj mbrapa e përdorin sërish, më pas e përdorin, po e kisha fjalën vetëm për e përdorin për të ruajtur godinën edhe dyert e blinduara tash. Jo, them dhe në këtë sekuencë, dua të jem sakt, dhe në këtë sekuencë në fund pas disa sekondash duket që përdoret ai mjet për të shuar dhe flakën, po. Por e kisha fjalën tek momenti i parë i ndërhyrjes. Gjithsesi, momenti i parë i neutralizimit për të mos lejuar shpërthente. Pikërisht. Gjithsesi, Armela, kjo mbetet për tu provuar nga ekspertët, pamjet filmike janë regjistruar në gjitha këndet përveç